dëshmitë e tyre kanë qenë jo bindse dhe jo mjaftueshëm të argumentuar në funksion të elementeve esenciale që përbën figurën e veprës penale, sepse vepra penale e pengimit të personit zyrtar në kryen e të dy zyrtare. Sipas ligjit 401 kodit penal, elemente esenciale të kësaj vepre janë ushtrimi i dhunës ose i kanosjes serioze. E natyrisht, përveç faktit që një person i cili ndodhet në masën e paraburgimit që 5 vite e më tepër nuk ka mundësi me i kry këto, për më tepër as dëshmitarët në asnjë variant nuk kanë arrit me argumentu ekzistimin e këtyre pretendimeve. Për më tepër, refuzimi për të pranuar dëshmitarët e tjerë të cilët do të mund të bënin ndërlidhjen e elementeve esenciale siç është çështja shkaku dhe pasojës, e dëshmon edhe një herë faktin që prokuroria nuk ka qenë e as nuk është e interesuar që edhe për këtë çështje për me vendos drejtësi. Në raport me tekst veçantë me zotin tha që elementet përkatësisht vepra penale për cilën akuzohet ai, unë kam përshtypjen që nuk është arrit me u argumentu, mirë po mbetet të shihet që si do të jetë çështja e mbrojtjes në funksion të kundërargumentimit, pavarësisht faktit se si dihet barrën e të provuarit e ka prokuroria që në bindjen time nuk ka arrit me argumentu ekzistimin e këtyre elementeve të cilat e përbëjnë figurën e kësaj vepre penale.